akuzori, Sulejman Ndoj, dhe i akuzori Abdyl Morina dhe gjenerali tjerë të shkretë të vendës janë të fajtorë. Abdyl Morina nga Kamenica dhe Sulejman Ndoj nga Burreli i Shqipërisë u dënuan të mërkurën nga gjykata themelore e Gjilanit, me nga 1 vit burgim për veprën penale trafikim me njerëz, me që i pari kishte bërë marrëveshje për të marrë një grua kundrejt një pagese, ndërsa i dyti ja kishte sjell atë grua. Sipas aktakuzës, fillimisht i pandehurit Dritan Hoda, shtetas i Shqipërisë, të cilin policia nuk ka arritur të arrestoj, kishte bërë marrëveshje me Abdyl Morinën për gjetjen e një gruaje në kundërvlerë prej 500 eurove. Pas kësaj, Hoda me 16 shtator 2013 e fton Abdylin që të shkojë në Kukës, për të marrë, siç pretendonin ata, gruan e tij Mejreme Alko, bashkë me të bien. Sipas aktakuzës, Dritan Hoda nuk e kishte përcjellur të dëmtuarën për në Kosovë, por e kishte angazhuar Sulejman Ndojin për ta bërë këtë, kundrejt një pagese prej 50 eurosh. Pas largimit të Ndojin nga shtëpia familjes Morina, të dëmtuarat Alko kanë kërkuar të largohen dhe kanë qenë kategorike në këtë. Pas dyshimeve se ishte mashtruar, Abdyl Morina telefonon policinë me që rast arrestohet Sulejman Ndoj brenda teritorit të Kosovës, ndërsa Mejreme Alko dhe vajza e saj dërgohen në strehimore. I pandehurin Ndoj, pas konsultimin me 2 avokatët e tij, njëri nga Kosova e tjetri nga Shqipëria, e pranoi fajësinë në të gjitha pikat. Edhe i akuzuari Abdyl Morina pranoi fajësinë. Avokati Sajmir Vishaj nga Shqipëria, mbrojtësi i Sulejman Ndojit, tha se klienti i përket një familje të respektuar në Burrel, por pranoi se aktakuza është legjitime. Por në mënyrë të eshtu dhe veprime konkludente të 2 bashkëpunëtorëve ka elemente të trafikimit. Prandaj dhe ne sot përpara gjykatës pranuam fajësisë dhe rrethana lehtësuese që ka të bëjë me masë e dënimit. Për mua është një gëzim sepse është herë e parë që një avokat nga Republika e Shqipërisë merr pjesë në gjykatën themelore të Gjilanit. Me këtë veprim që ne kemi kryer sot, kemi hedhur një hap që dhe avokatët e Shqipërisë dhe avokatët e Kosovës të heqim ato dogana ose ura që ekzistojnë në pengesa, ku avokatët e Shqipërisë të vinë të mbrojnë në gjykatat e Kosovës, ashtu si dhe avokatët e Kosovës, të OD-s së Kosovës, janë të mirëpritur për të mbrojtur çështje për klientët e tyre në çdo qytet të Republikës Shqipërisë. Abdullah Ismaili, mbrojtësi i Abdyl Morinës, tha se në bankën e Zezë nuk i kemi trafikantin, por viktimat e tij. Ai paralajmëroi ankesë ndaj këtij aktgjykimi.